sulmet ndaj islamit, hoxhallarëve, bashkësisë islame janë të vazhdueshme fatkeqësisht në tokat shqiptare. Popujt e Ballkanit, secili popull krenohet me fenë zyrtare që e ka. Serbët krenohen me kishën ortodokse dhe e përkrahin dhe konsultohen dhe ndikohen prej kishës. Kroatët konsultohen me kishën katolike, e kanë fe zyrtare, japin hapësirë, ndëgjojnë porosit, rekomandimet e tyre e kështu me radhë. Malizi njëjtë, luftë e madhe bëhet mes kishës ortodokse që do ndahet nga kisha ortodokse serbe për të qenë kisha ortodokse e Malizi. Në Maqedoni, kisha ortodokse ka autoritet, ka pushtet, ka ndikim, merret parasysh. Në Bosnjakët gjithashtu japin vendin e duhur bashkisë islame, konsultohen me te për të drejtat e muslimanëve. Veç të na shqiptarët, na as me shef, as me valilev, as me kish, as me xhami. Mark Muharema, fatkeqësisht. Edhe pse katolikët e mbajnë fenë e tyre, mbahen me shtetet katolike të Europës, edhe kanë ndikimin e vetë, megjithëse në Kosovë janë pakicë ekstreme, në Maqedoni shqiptar katolik nuk kanë mbet, kanë shkuar në Kroaci, janë bokrat. E ata që në Shqipëri gjithsesi kanë ndikimin e vetë. Ortodoksët shqiptar që janë vetëm në Shqipëri, ata normalisht e mbrojnë kishën e vetë, e mbrojnë të parin e kishës e vetë, edhe pse nuk është në origjinë shqiptare. Na muslimanët që jemi shumicë të popullit shqiptar, qoftë në Maqedoni 100%, qoftë në Kosovë 96%, qoftë në Shqipëri që është mbi 53-4% zyrtarisht, Islami dhe muslimanë vazhdimisht sulmohen, sidomos në Kosovë. Është çudi kjo punë. Edhe njerëzit që mbajnë tituj akademik edhe flasin me një gjuhë denigruese, me një gjuhë shumë të ulët. Para do kohë dul kryetari i akademisë me një pamflet në emër të akademisë, që pastaj akademia u distancu dhe mbeti në emrin e tij personal, ku e shahu islamin dhe xhamit. Që tash del një tjetër akademik, historian, që përsëri të shahin islamin dhe xhamit, dhe hoxhallarët fani. Subhanallah, urrëtie, sulme, mos flasin për shkrimet gazetareske në kontinuitet, që i shohin hoxhallarët, të cilët e shprehin mendimin e fesë islame dhe mendimin e kulturës shqiptare ka shi fenomeneve degeneruese, shthurëse, morale që fatkeqësisht e ka kaplu vendin ton me ardhen e komunizmit dhe më pas. Immoraliteti, shthulja morale, dhenja pas prostitucionit, zinas, marrëdhënieve imorale, qoftë me pare, qoftë pa pare, janë fenomene destruktive dhe degeneruese dhe hoxhallarët e kanë detyrë dhe obligim të flasin kundër. Edhe për shkak se Islami u imponon dhe për shkak se kultura jonë kombëtare e kundërshton një fenomen të tillë. Nuk mundemi na me net indiferent që femrat tona të flenë me ka dojnë, e ngjelin shtatzane me ka dojnë, e të bëjnë kopila, ose të abortojnë, e të mbysin fëmijët, ose të hudhin nëpër kontejnera. Nuk janë këto dukuri as kulturore, as civilizuese, as njerëzore, e fetare se jo. E kur një hoxh guxon me kritiku këto fenomene, gjithë i vërsulen mbi kokë. Do na zguxojna me fol as kundër idhujtarisë, edhe pse Islami, esenca e Islamit është luftë kundër idhujtarisë. Zguxojmë me fol as kundër alkoolit, sepse alkooli është e drejtë e njeriut, as kundër drogës, as kundër hajnis, as kundër zinas, prostitucionit, as kundër kamatës. Nuk ka fenomen që na lojnë ata me fol, na edhe pse feja islame neve na imponon me fol. Nëse liria e shprehjes që ka garantuar për ata, për ne, a ka liri shprehjes as ka? Ne a kemi drejt me thonë diçka apo s'kemi drejt? Nëse na themi diçka që na mëson Islami dhe na mësojnë lirat tona kombëtare, çohen kom këtë pesh
bëhen bashkë dreçnit e botës me na sulmu neve. Nuk është hera e para, s'ka me qenë e fundit, ama nëse flasim për drejta të shprehjes dhe lirive, atëherë duhet me na dhënë neve liri edhe do thotë mundësi për ta shpreh atë që na mëson feja. Andaj hoxhan e admirojmë dhe e përkrahim dhe e falënderojmë dhe lavdërojmë për guximin që kishte, për të ballafaquar me këtë vazhd të sulmeve dhe akuzave kundër islamit dhe hoxhallarëve, xhamiave dhe bashkisë islame. Pastaj për diturinë dhe shembujt konkret me emër dhe mbiemër që i solli. Pastaj edhe për luftën që ai e bën për ta mbrojtur islamin, për të mbrojtur figurën e hoxhës dhe për të mbrojtur domethënë të drejtat e muslimanëve në këto vende. Dhe për të demasku njerëz që si këta flasin me, do thotë, gojdhana, shteten në muhabete odash dhe mbas të tyre sillen argumente. Këta pas e folin kundër Kur'anit, libër i shkretinës, libër prapombetur, a gjithë teoritë e tyre, thojza shkencore, i mbështetin në, do thotë, oral history, historia gojore. Nuk ka bo asnjë ulëmtim, nuk ka bo asnjë faktim, nuk ka bo asnjë emër dhe mbiemër, kush është ai hoxh i ardhur nga Rusia dhe kush janë ato xhallarë që kanë folur kundër shkollimit. Këta njerëz hala vazhdojnë si komunizëm me indoktrinim ideologjik, me ndërtim të qëndrimeve pa fakt argumente, të përhapin dezinformata dhe duke menduar se sot njerëzit kanë mirëpranuar si të vërteta me vetë faktin se ai që i thot është njëri që ka një titull shkencor. Një tentativë për damkosje të figurës hoxhës, për të ulje të dinjitetit të figurës hoxhë, megjithëse ndoshta Bashkia Islame duhet të ngritë edhe akt padi për këto shpifje dhe cillime, derisa nuk argumentohen. Edhe në këtë formë do thotë atëherë se këta tjerë nuk e marrin vesh asnjë gjuhë tjetër përveç gjuhës së gjyqit. Edhe do thotë akuzave në gjyq, edhe me dal prokuroria dhe me dal gjyqi me konstatimet e tyre të verifikuara si një gjykate pa anshme e cila e mbron të vërtetën pa marrë parasysh se cilën anë është ajo. Për të ballafaquar me këto fushata, me këto sulme, don kishotjane që disa janë shumë fatkeqësisht ja bëjnë hoxhallarëve islamit, Bashkisë Islame dhe muslimanëve këto troje. Janë fushata për shqetësim, janë fushata për presion ndaj muslimanëve, po normalisht ne i na mësuame me serboslavët, i na mësuame me komunistat, do të vazhdojmë edhe me këta komunista të vjetër të veshur me lëkurën e delës në thojzat demokratëve, po akoma kanë një mendësi dhe janë komunistë në shpirt, po edhe këto kanë me përfundu dhe ajo që neve na dhem është se këta që vinë pas do e humbin vetveten edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin kombëtar, edhe në aspektin human. Edhe andaj detyra jonë është që na me vazhdu me qenë zhurmshëm, me u ballafaqu me këto gënjeshtra, me këto të pavërteta, me vazhdu me publiku të vërtetat e islamit, me publiku interesin ton kombëtar, identifikimin me vlerat tona morale kombëtare, që kështu ta mbrojmë trungun ton përballë këtyre sulmeve neoliberale që në vazhdimsi i vihen pas islamit, muslimanëve, hoxhallarëve dhe Bashkisë Islame.